Ranga Çatia e Kishës në Korçë pak ditë më parë ndron jetë prifti Kristaq Viso në spital. Prifti i Korçës ka ndruar jetë ditën e sotme si pasojë plagëve të marra nga një aksident i ndodhur në 19 maj. Ai ishte rrëzuar nga Çatia e Kishës teksa po punonte për të hequr disa tjegulla dhe llamarina. Lajmin e trisht të ndarjes nga jeta të Kristaq Viso e ka bërë me dije Mitropolia e Shenjtë Korçë. Sot fjeti me zotin ikonom Stavrofor Atë Kristaq Viso, Mitropolia e Shenjtë e Korçës i shpreh ngushëllimet për zemër të bashkëshortes, vajzave dhe të gjithë familjarëve dhe të afërmve. I lutemi Perëndis, të cilit i shërbeu, ta ndjej dhe ta presh shpirtin e tij me shenjtorët në gjirin e Avramit, në mbretërinë e qejve. Qoftë e lumtur udha në të cilën shkon ti sot, se të është përgatitur vendi i prehjes lart në qiell. Parajs të mbar o vllai ynë i lumtur dhe i gjithmonë kujtuar, shkrua në Facebook Mitropolia e Shenjtë Korçë.